Dition Memlika dhe Fation Gjyliu, 2 nga 4 autorët e dyshuar të grabitjes së makinave të blinduara që transportonin $3.2 milion rrugës për Narinas, janë lënë në burg. Vendimi është dhënë mesditën e së mërkurës në gjykatën e Tiranës. I pari që doli në gjykat ishte Fation Gjyliu, i cili gjatë seancës është prehur i penduar për ngjarjen, ndërsa Dition Memlika nuk ka folur në gjykat. Ndërkohë, avokatët mbrojtës të pandehurve kanë kërkuar kohë për të njohur me materialet e referuar për 2 të akuzuarit. Fation Gjyliu është personi që çoi në zbardhjen e të gjithë grupit kriminal që vodhi €3.2 milion pak ditë më parë në rrugën e Rinasit. Dyshimet e përfshirjes së tij në grabitjen e bujshme kanë ndodhur që në grabitjen e dhjetorit, ku Gjyliu vendosi të shkëputej nga puna vetëm një ditë përpara grabitjes. Ndërsa në rastin e dytë, atë të një jave më parë, Gjyliu u dyshua pasi që lizet e telefonit të tij celular u kapën në vendngjarje. Ky ishte momenti kur uniformat blu bën dhe arrestimin e 33 vjeçarit, i cili vetëm 3 ditë pas ndalimit të tij vendosi të bashkëpunojë me policinë. Prej gojës së tij kanë dalë më pas edhe emrat e të akuzuarve të tjerë, Ernest Kupa, Dition Memlikaj, Neim Avdulaj, të cilët dyshohen gjithashtu si grabitësit e furgonit. Ndërkohë, deri në këto momente mësohet se policia ka arritur të sekuestrojë më shumë se gjysmën e parave të grabitura në rrugën e Rinasit më 3 shkurt. Gjatë kontrollit të ushtruar në Vlorë, në banesën e Neim Avdulajt, një prej të arrestuarve janë gjetur 2 tenxhere me presion të mbushura me kartë monedha, kryesisht $100. Ato ishin ngroposur në oborrin e banesës së Avdulajt. Ndërsa në Vorë, gjatë operacionit policia e shtetit deklaron se tek servisi i familjes së Admir Muratajt, që është shpallur në kërkim, u gjet një kasafort me një sasi eurosh dhe dollarësh.